Kjo pikëllim është dhe pikëllim kanë dilur për mua kjo bjeshtë dhe pikëllim do të mbjellet. Rëmbimi. Më mungon shumë, më beso, më mungon jashtë. Të besoj, unë jam vetë nën. Do të mungoj fëmija 1 orë, çmien dëshmon 13 vite, që do të thot. Nuk mund ta përshkruaj dot monën hapat e vlon se dolën nga shtegu e borë dhe na ku kthiem më. Edhe policia ka parë. Unë ata do ta qaj gjithë jetën, nuk e di shkoj. Do shqetësohesh. Nuk të shkollova dot, nuk të bleva dot çantën e bukur për në shtëpi, nuk të bleva dot librat, rrobat. Ku je Leona që s'më përgjigjesh? Po vuaj, po digjem. Është gjallë Leona nanës. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. E në fakt nga këto momente prekse të nën bukuries, e cila qanë pikërisht në vendin ku vajza e saj ju humbi majin e vitit 2010. Sot kam vendosur që të sjell në fokus në këtë live historinë e Bleona Matës. Vogëlushja e cila u zhduk kur ishte vetëm 6 vjeç në majën e malit në prani të 5 vajzave. Vendosa ta sjell sot në fokus pasi një person i rëndësishëm kërkon të reagojë dhe të jetë këtu në live më otetën. Të dashur miq, të dashur ndjekës të live-eve të mia, ju e dini që vetëm përpara disa ditëve unë kam qenë me nënën e Bleonës, me Bukurie Veizin, e cila edhe një herë ka ngritur akuzat e saj për zhdukjen, rrëmbimin e vajzës së saj Bleona, duke akuzuar 5 vajzat, duke akuzuar dhe një person, një djalë të ri i cili jeton shumë afër fshatit Zapot ku humbi vajza me emrin Begzim Isa. Por pas këtij transmetimi, shumë kolegët e mi botuan dhe publikuan lajme të pavërteta. Mua më vjen keq që kolegët të mi, për hir të klikimeve, botojnë lajme me titull Bleona Mata u gjet. Nuk është e vërtet, sepse shumë prej jush më kanë telefonuar, më kanë dërguar mesazhe për të ditur të vërtetën se çfarë ka ndodhur me historinë e Bleona Matës, por ajo nuk është gjetur. Unë dua të jem e sinqert, jo vetëm me ju, por dhe me nënën e saj Bukurie, që me rastin e Bleona Matës ne jemi në pikën 0, nuk kemi asnjë informacion, nuk është ndezur asnjë dritë jeshile për zhdukjen e saj. Ndaj shpesh unë sjell në fokus historinë e Bleonës me shpresën për të zbardhur e vërteta e saj, pasi ka kaluar shumë vite dhe nuk janë pak prej vitit të 2010 kur ajo u zhduk. Por pas atij transmetimi, ku nëna ngriti gishtin ndaj Begzim Isës, se ndoshta ai mund të ketë lidhje me zhdukjen dhe rrëmbimin e vajzës, sot kërkon në këtë live të reagojë daja i Begzim Isës, pikërisht Deliman Hoxha, i cili është irrituar që është përmendur nipi në këtë histori dhe kërkon sot të tregoj prova dhe fakte shumë të rëndësishme ku ai pretendon se mund të tronditet edhe prokuroria. Por çfarë di Deliman Hoxha, xhaxha i Begzim Isës, për zhdukjen dhe rrëmbimin e Bleona Matës? Unë do të hap dritaren dhe do e ftoj këtë zotëri për ta dëgjuar ditën e sotme. Deliman, përshëndetje. Përshëndetje. Okej. Dijen e folën pak bashk. Dhe ti ishe i irrituar përsa i përket çështjes së Bleona Matës që Bukuria ka qenë në emisionin tim. Po, dhe fakt. Dëgjoj dhe Po, unë do të dëgjoj, prandaj të mora. Që duhet ta vërtetëje nipa të mi me vjen të disa herë është diskriminim, nuk e di ku ndodh kështu. Nuk e di çfarë planet jemi. Bukuria, unë i kam thënë Bukurisë para 5 vjetëve, fare qarë, jo pa mesazhet ku dume, për direkt i kam thënë. Bukuria, Akilin nuk kanë nipat mi të ty, e pare punës. E dita, pa, derisa ka marë, ka rëmbi djalin e vajzës tezës, për mu qa ka met. Nëse ekziston more deta në gjota dhe më sinqerisht, unë këtë nuk e di ku jetojmë. Deliman, të lutem, më lejo edhe të flas, edhe unë. Vetëm një sekundë, ka këto 2 gjëra kisha më shumë. Nëse ka hup djali jam një Feratit 1 sekond, unë të kam thënë si ti si dhe unë, kur ta gjej Bleon do japi dorëheqje nga emisioni. Edhe unë them, nëse ka qenë djali jam një Ferat, është deklaratë e fortë kjo, të lutem.
Nëse ka qenë djalë jam një Ferrati të për 20 sekundë, unë nuk do privoj jetën, nuk ekziston në botë. Ta them sinqerisht, po t'jetë e vërtet. E dyta, Odeta, më dëgjon. Po, të dëgjoj shumë mirë, Deliman. Sa në emision partije, po është diskriminim o Odeta, si nuk e di si del, ajo faktikisht ka dhimbje, po jo ashtu më Odeta, po nuk i përballon njëra atë. Ta vjerë im Zener Mata ka qenë mësus në Urqos, edhe i parigjegoj këni pat mi qa raci qa familje. Po ja garantoj, me ja than bukuris, ja garantoj, ato një pat mi, kur një dhe a një se kanë, gjëra tjera mund t'i kene edhe më kapojnë, a kupton? A kur një dhe a një të betojnë në zonë nuk i kanë ato. A të këto t'i gjëra nuk i kanë, nuk i di sa më kupton. Deliman, e qartë, të kuptoj qartë. A gjëra, jo në të udhema, a Odeta është diskriminim. Ti e daja i begzimisës. I ku jeta vetëm me bukurien, pasha zotin ma shumë, ne e kemi dhimbje se bukuria. Bukuria vërtet i ka u fëmija, po ne qafa i kemi më Odeta. Po kjo është skandal më Odeta. Deliman, më dëgjo, ajo është një nën që i ka humbur vajza, që në moshën 6 vjeçare. Odeta, kuptojmë, unë se unë kam fëmijë. Më dëgjo pak të lutem, më respekto dhe mua të flas. Absolutisht, që ti ke të drejtë të reagosh si daja i begzimisës. Unë dua të bëj një pyetje. Pse vetë begzimisa nuk bëhet i gjallë kur emri ti përmendet kudo, sa herë që trajtohet historia e Bleun Amatës? Ai ishte djalë i rritur, pse nuk e merr guximin? Qoftë më telefonoj dhe mua. Unë tregova me Zekin afshtumur, ai sa ka dalë ditën e dytë, ka qenë gjendje kome, është komplet jashtë orbitit më Odeta, a kupton? E ka damtuar në burg më. A kupton, në ati qa dhimbje kemi për ta. Po kanë dëmtuar në burg? Po Gjinama ka qenë djalë më i mirë, studenti më i mirë ka qenë, o Odeta. Është Gjinama, por a keni zot më, nuk e di, ju gazetar, mjeku edhe armiku që ti shkoje, duhet me shëru. Edhe ju gazetar, keni detyrë. Nuk e di s'ma kupton. Deliman, çfarë unë që të mëre ka pas gjyshin me fakultet, Odeta, unë kam një këshill pedagogjik. Dy vëllezër kanë shku nga ku i jetë nga kjo mërzia. Në moshën 3, në arzim kanë përru dy. Dy vazim kanë ikë, nga kjo mërzia. Jo, ma te, për nuk durohen. Na e kanë bërë atë, armiku jo na ka bërë. Unë tregoj edhe këta, tregoj me fjallë, me shkujt edhe një roman, base Adel. Me tregu se çana kanë çfarë dëme morale psikologjike. Mund të më tregosh çfarë ka ndodhur me begzimisën në burg, se nuk e di ka. Begzimi ka dalë prej burgut, Odeta. Po? Ditën e ditë ka rënë gjendje kome. Pse? Edhe ka marrë vaj vetë në Itali me 3 muaj ka pa në spital, është jashtë orbitit, është komplet. A kupton çfarë po ato Odeta, mos për atë, është Gjinama për zotin. Të lutem. Unë jam tip i ndjeshëm, edhe tjetë edhe për një bashkëkomba si im, se unë shtetin e konsideroj shtëpi përbashkët. Sensi shtetë është gjë e shejtë. Po jo kështu më Odeta kështu, po qa bëhet kështu? Nëse bëhen një viktim bëhesh dhe ti Odeta. Se nuk keni kulturën të shkimi si konë. Kulturën të shkimi të qojë ti madhi vogël. Nëse ti nuk më lë të flasësh, unë nuk shpjegojmë do. Deliman, unë nuk po akuzoj begzimisën. Ne po themi informacionet që kanë dalë, realisht edhe nga burime policore, sepse nipi juaj është marrë në hetim kur është dukur Bleona. Këtë gjë nuk mund ta mohoni ju. Jo, në 2013 është marrë në hetim. Po pra, është marrë në hetim, dhe policia nuk ka rritur do të zbuloj. Jam një Ferrati ku e ka pa. Unë kam dokumenta. Vladimir Ilich Lenin, nuk e dhja, je i vogël, nuk e dhja, ka qenë politikan rus. Ka thënë 1+1 duhet me shkujt me thënë 2. Unë i kam shkujt me gjitha Odeta. Po nuk guxoj njërë për njërë, nuk japin deklaratë tjera, kam gjëra që edhe as pak unë e trunditi. Ta dish edhe këta. Por çfarë ne po flasim të dy? Dhurojte Anton Martini, prokurori i çështjes, gjo momente se ti je gazetare zgjut. Je gazetare. Në protestën e atit, në i fjalë ka shkruajt aty, në muajin mars, begzimisa nuk ka lujt në Kukës, shkaku ekonomik s'ka pas pare. Në muajin mars, me i fjalë, këtë çështje në Avni Ferrati e kanë zgjedhur aksidentale se Gjoja ka qenë me fjalë aksidentale.
Po kim në muajin mars me fjalë ka qenë në hetim nga muajin mars. Ki ka qenë fundi i muajit marsit, a kupton? Edhe e dyta. Po ku ka kështu më deta? O Deliman, të lutem, ti e daja, unë kuptoj që prekesh ku të përmendet nuk dua ta akuzoj Begzimisën, po pse je kaq i bindur 100% që Begzimisa nuk mund të ketë gisht? Pse nuk thuaj si një daju që le të hetohet ngjarja dhe të zbardhet? Dgjoj, një sekond. Unë kam shku, ai ka qenë atëre 15 vjeç. A 13 vjeç, nuk e di. Ka qenë prizren. Dgjoj tash. Kreshnik Vlaqa është një pjesën e Elmatës. Ndiqo më vëmendje, të lutem. Unë një plutin e shkruj me laps, nuk shkruj në këthen di, përmendës. Me laps shkruj, jo ashtu. Edhe, ja është Kreshnik Vlaqa, është një pjesën e Elmatës. Edhe, më tha, jo mërë qëfar, unë i kam dha njerë djalit Beram Isës, edhe nipi tim. Ka qenë me nipi ati ka qenë shkollë mjekësore në prizren. A kupton atë ditë, kanë shku prokurori, mos të japi deklaratën se kanë fshoj unë prizren, shko drejtorin e me të se spyte, nuk është ashtia e drejtori, tha kanë ardhur dhe i kanë marrë dokumentet të ta. Prokurori edhe ky oficeri i policisë Tiranës, Ibrahim Hoxha. Edhe, një sekund. Për Avni Ferrati është këmbë e krye. Letë unë kërkoj nga ju edhe nga Ministria Punës Mbrëmshme të mirët në tim kush ka dhënë urdhën për arrestimin e Begzimisës edhe drejt e dëshmitari i organizuar nga grupe kriminale nëse nuk zbulohet në çfarë thon, gjithçka zbulohet. Daja i Begzimisës, Deliman Hoxha, i jetë të gjitha poshtë akuzat se nipi i tij ka gisht në zhdukjen dhe rrëbimin e Bleun Amatës. Madje i tregon se sot ai ka probleme të shëndetit mendor dhe këto probleme i ka nisur momenti që doli nga burgu dhe gjendja e tij është e rënduar. Dhe pse familjarët në vitin 2013 e kanë dërguar për kurim në Itali, ai vazhdon të jetë në një gjendje jo fort të mirë, i pavedishëm dhe nuk mund do të flasi. Por lind pyetja, çfarë ndodhi me Begzimisën brenda qelisë? Pse ai sot ka probleme të shëndetit mendor? Një infermier i shkolluar në Prizren pati një akuzë të rëndë për rrëmbimin e një fëmijë 7 vjeçar në një fshat të Kukësit, fshinjin e tij. A ndikoi kjo në gjendjen e tij mendore? Apo familjarët gënjejnë pasi nuk duan që ai të dali publikisht apo të rinisin hetimet për zhdukjen e Bleun Amatës. Por çfarë ndodhi në vitin 2013 me Begzimisën? Prokuroria e krimeve të rënda të e Kukësit e dënoi me 10 vite heqje lirie Begzimisën, i cili u akuzua për rrëmbimin e një fëmijë 7 vjeçar, pikërisht në fshatin ngjitur Zapotit me inicialet AF, ku dyshohej se ai e kishte lidhur këmbë e kokë dhe do e trafikonte drejt Kosovës prej një shume prej 20.000 euro, por falë zotit u ndal nga policia. Ai hodhi poshtë të gjitha akuzat e asaj kohe, por u dënua dhe kreu burgun. Ndërkohë Deliman Hoxha tregon që nipi i tij është i pafajshëm, por në vitin 2013, kur ndodhi ky skandal, policia e Kukësit nisi të bënte hetimet kundrejt Begzimisës edhe për zhdukjen e Bleun Amatës. Duke menduar gjithnjë se ai mund të kishte gisht në rrëmbimin e Bleun Amatës. Deliman Hoxha tregon se hakmarrjet pikërisht në familjen e tij për dënimin e Begzimisës kundrejt rrëmbimit të një fëmije vazhdojnë edhe sot e kësaj dite dhe ai kërkon të tregojë se çfarë po i ndodh familjes së tij në Kukës për shkak të kësaj ngjarje të rëndë dhe duke hedhur të gjitha akuzat edhe sot e kësaj dite poshtë për rrëmbimin e Bleun Amatës se Begzimisa nuk ka gisht në këtë histori. Kështu që do hap dritaren dhe të vazhdojmë të ndjekim rrëfimin e Deliman Hoxhës. A e kupton Bodeta mos të është për veten time tregoj. Unë me 2 shtator nga mbesa e Avni Ferratit, dëgjoj me lutem. Po. Am dëgjon. Po të dëgjoj. Me datën 2 shtator ka qenë vajza ime, unë jam me mbesën e Avni Ferratit, jam për 5 metra rrugën andan. Edhe kjo është vejush, ka qenë martuar për një Tiranë, e ka lanë është këtu me gjithë fëmijë. Fëmijët e saj të betonë zot pasha 6 fëmijë, i kam konsideruar si fëmijë, si djalin tim. Pasha të marrë zot, edhe të them si vajzën time. I kam dhënë është gjina me promesë, në kurat nuk bën me promesë sa jep. A kupton?
Po pra, po. E kam trajtuar si, ndigjo, më lutem. Mbesa jam nis. Gjë që nuk do komand, me fjalë që është shekulli 21. Edhe ulet vajza e kam martume, me fëmin, e ka pas pre, e kam një rrush aty, edhe ulet para, është një përdoroje ujësillësit, e ka ba është ulet aty. Edhe qohet mese aty, tha, moj e shan, edhe e gjun me kur, edhe nese, kur isha të punu në kur, mund zbrit, ata rojti vajza, shaqe, ande këte, nese, gruja, me gruja kuskutova, thash, se je kemi lidhje misore, gruja ime, Avnin e ka djalë daje. Po ashtu edhe këtë vajzën, Po. daje vajzës është plus daje i grustime, a kupton? Edhe qa bërë unë, Odeta, vlerësoj si dush. I thash i gruë, thoj, shkote me gjisferati, thuj, këshu, thuj, ajo mbesa jote, këshu, ka shku gruja, i ka tha, noj shpres, grustime. Ajo para 2 vjetësh ma ka rrej gruën time. Isha në Kosovë, kam qenë ja 4-5 ditë kam punu, se punoj me Gibson. Edhe kur u ktheva nga Kosova, ka prit me data 7 për ukimi radhës, o det, nuk durohet pra det. Kam gjitha 1 sekund. Edhe i them, ulem të shtëpia, kur provokimi ditë vajzët, bon kur datë për jashta, që e video të shti. I thot, ka me ta fut babin burg. Kush ishte kjo? Po, më shpjegoni Deliman, nuk po kuptoj asgjë. Kjo vajza, ndigjo që ka bërë është kjo. Ka marrë salën operative ka marrë Odeta, edhe ka thonë ma ka rret djalin. Kush Dilemani? Kur vjen nipi është antar i pleqis në Orgjos. Po, kjo histori. Edhe Rinor Hoxha, vjen letër, numër telefonit, tha thiri këtë numër, tha, ka denoncu Siria, tha, në Kukës. Po kjo histori nuk ka lidhje me Begzini dhe Blona Matën. Po nuk ka, po kjo është Odeta, po ti a e kupton se që jam të thënë, Odeta, ti e gazetare, Odeta. Jo, unë jam gazetare, nuk po të kuptoj sigurisht. Odeta, më kuptoj, vetëm 2 minuta dhe më nuk foli. Edhe vjen shefi operativ i zonës me 2 veta këtu. Edhe vjen vajza, thot, shikohë shef, tha, derë, ma të dhe kam t'i shmitar. Nuk i marrin për bashkë, thot. Edhe, thash, nëse e kam real, nesë në Kukës bëha feqojme. Në gjo më përmende, shku më Kukës, t'i gjojt gjitha. Su të thash 1+1 unë i shkruj, nuk flas 2 me tha njerë. Po, 1+1 bëjnë 2, po s'pe kuptoj. Në Kukës, në salën operative Kukës, ishte psikologja, ti të lutem, psikologja ishte shefi operativ i zonës, plus edhe 2 tjerë. I thash, Ina, ti thash, Sirie, kur ta kam rre djalin? A di qa tha? Tha jo se ke rre, po tha e ke shajt. Thash, Sirie, as e kam rre, as e kam shajt, për djalin ti tanë e kam trajtu si djalin tim. Më tha këshu, ta s'ka nevoj, edhe kaq. I thash, ati shefi të preti, qa është kjo, shef? Mi fjallë, është dëshmire reme? Pa, ne i këte, është e pratit me gjithë shkarma, unë jam nga eksponent policisë Kukësit. Deliman, të lutem, më shpjegot, pse u bë kjo gjë ndaj teje? Jo, këto janë eksponent policisë Kukësit. Unë kam kërku takim me ministrin Mbresëve, nuk më jepet, pse është për pyetja. Deliman, të lutem. Unë tërkoha për arrestimin e Begzimisës, atë ditë. Ndalimit e Begzimisa, të lutem. Nga prokuroria, fleta për arrestit. Të lutem. Për qa ishte arrestu, edhe për Blona Matën, për jo për këtë djalin Amniferatit. Po nëse ekziston diçka, po Odeta, ke fëmijë gjithkush duhet. Pra po kam fëmijën. Kam fëmijë dhe nuk e di se çfarë do bëja nëse fëmia im do humte o Deliman. Të lutem tani se ti fëmijët i ke në shtëpi dhe unë i kam në shtëpi. Tani nuk i kam shpikë, ka një fëmijë të humbur. Ati çam kanë bëmë Odeta, ati çam kanë bëmë. Deliman, do më dëgjosh pak të lutem, më respekto. Deliman, përpara disa viteve, unë kam udhëtuar vetë në fshatin Zabot të Kukësit dhe kam shkuar dhe në malin Pikëllim për të parë gjithë situatën, ngjarje edhe për të parë vendi ku kishte humbur vajza. Deliman, unë kam takuar gjithë banorët e fshatit dhe ta them këtë me përgjegjësi të plot dhe kam video dhe audio që t'i vën dispozicion ti dëgjosh me veshët e tu, që banorët e fshatit të gjithë janë shprehur në zë që vajzën e ka rëmbyer Begzin Isa.
Po si e ka rëmbyer? Ja pra, unë po të them të shumit e banorëve të fshatit. I kam takuar vetë personalisht Deliman. Dhe atë ditë në fshat është gjitur në mal Begzimisa dhe ka parë gjyshja e Bleonës. Begzimi që është nisur atë ditë në mal. Bleona u zhduk në vajtim të këvëndi. Vëndi tani të thuash në një kafshë egër. Sa është e pamundur. Rëshkiti. Ja. Sepse një njeri të vinga lartë rëmbej, s'ka kuptim, se nuk e njerë zonën. Është gjëna Detar. po. Unë e ti, vajzat që janë 100% pa. Mirë, por ato nuk e ka rëmbyer, ato më kanë nxjerrë në prit, po ka qenë një burr, një mashkull që e ka rëmbyer. Po tjetër. Kush mund të ketë? Ndoshta edhe janë rrek për pak. Po çfarë u thatë? Më shah pasur thashë. Jo, për momentin se dishim që hiç, ne kërkoj Amina më Mirë, por e mësua ato me thënë çfarë rëmbimi. rëmbimi. Vetëm familja këtë. Të dy familja. Familja e Zenelit dhe familja e Qamiles. Si mos Qamil. Qamilja. Ajo e di gjithçka. Po mirë, e Se rëmbyer. mirat nga këtu gjenë në E njerë. shitën? Edhe policia ka fajt. O Deda, pse pas zotin ai e kupton gjëra ajo. Jo, unë po të them çfarë është thënë dhe çfarë thuhet në fshat. Jo, Deda, lutem. Dgjoj. Pse mor Begzimi paska dorën e policisë Kukësit edhe prokurorin e Tiranës që me fjalë me kompromitu me i ble. Deliman, unë nuk dyshoj që Begzimi ka blerë polici. Kur ka marrë, a ditë nepse më kam tirë në SHKB-n Kukës. Ta ke shku vetë apo të kam tirë? Për të ti, kur kam qenë. Jo thash kam shku vetë thash. Pse ka që biti që ndoshta nuk mund të ketë gisht? Unë që Begzimi mos ketë gisht. Kam qenë panë, mund të regova në studio, Odeta. A i ka qenë djallë Flori, mor ka qenë, a kupton? Unë thash, a i një dhe kurvis që kam pas këtë familje që paraqykojnë bukuria që tha Zener Mata. Unë Zener Mata nuk ka mundësi të paraqykoj familje e Beramisës. Nuk janë familje që paraqykojnë bukuria. Bukuria që shikoj ta vajzën e vetë, sinqerisht, mos të miret me unë thuj bukuria shu, kur një dhe një ato s'kanë, gjëra tjera dhe mund ka bëjnë. I dashur Deliman, nuk të akuzoj Nipin. Nuk jam askush të akuzoj Nipin dhe të them këtu të ngre gishti që Begzimi Isa ka rëmbyer. Nuk e bëj këtë gjë. Unë thjesht tregoj çfarë është thënë. Por aman, Deliman të lutem. Njeriu nuk vjen për se më merr bukë, Odeta. Janë disa gjëra tjera. Edhe lopa në bukë. I dashur Deliman, ajo që më habit e ty është ti je i sigurt 100% që Begzimi Isa Nipi jot nuk ka lidhje. Deliman, djali im po do të nga shtëpia, unë nuk di se çfarë bën djali im. Në gjë bukurie, ti më Po, më të bukurie, e qartë, e kuptoj. Po Deda, në gjë, më vëmend, lutem. Nuk është logjik për shembull, në gjë, ta zbërthesh të nuk ka birnare dhe ti është budall komplet. Kjo me dy apo të vjen shamba. Vajzën e ka rrëmbyer atë ditë në mal. Kjo është 100% e sigurt që Bleona është rrëmbyer në mal atë ditë, Deliman. Me dhe qershor 2010, kur i ka u vajza? Jo, në 20 maj të vitit 2010, Bleona është rrëmbyer në mal. 2013 doli Begzimi. Atëherë ishte me flok gjata, pastaj doli me flok shkurta. Tash i bjen edhe ki djalin Bore Qupi ki Veladin Adili, 31 vjeç Qupi para 3 vjetësh. Para 3 vjetësh. Identik si humbi e Bleonës. Identik si humbi e Bleonës, pse Begzimi mori atë. Po nuk ka lidhje. Po nuk ka lidhje tani se ku je Bleonës. Po jo, unë flasi Deliman, se ja shqiptuar sa ti kuptosh shumë ngjarjet. Deliman, Meladina Dili ishte i rritur dhe mblidhte, jo, të lutem, Deliman, Meladina Dili ishte i rritur dhe mblidhte Boronica dhe dyshohet se kaloi kufirin dhe iku në Kosovë. Bleona ishte 6 vjeç, humbi në prezent të 5 vajzave. As bidon s'ja kanë gjetë, as diçka me fjallë, as e kërësi se ka hëngër, as një gjë. Po pra, atë çfarë ka ndodhur? Do të dish opinionin tim çfarë dyshoj unë? Po? Unë nuk dyshoj, dhe nuk jam askush. Gabon, mos bë deklarate, gabon. Jo. Unë i thash bukurie, delen ma kanë marrë, mas 20 vjetë e kanë zbulu se kush ma ka marrë. Kush është bektesh e merr vesh. I thash, mas 20 vjetë e kanë zbulu edhe njëri i jemi ma ka marrë. I dashur Deliman, mos me ima bërë, po prapë nuk duhet me një gjina, nuk i dijet.
Jo, unë nuk po Nuk i më di. për Begzimin, por pse Begzimi si është sot me shëndet, nga ana e shëndetit mendor? Është keq, bro, shumë keq. Me keqardhë, shumë keq. Na morën qafë. Por çfarë i ka ndodhur në burg? Ai një dhe kur nisë kanë pas për këto, po vetë njeriu ka bën jetë. Po çfarë i ka ndodhur në burg? Çfarë i ka ndodhur? ndodhur? Deliman. Odeta. Çfarë i ka ndodhur në Ti e burg? kam qenë se më njohin shumë si familje jonë, familje Hoxha të Orgjosit, njihemi shumë mirë në Kukës. Edhe isha me një prej në tavolinë ishte prej anë nga zona e Lusjes, jo e Lusjes e mas 10 vjetësh e kanë zbulu një djalë, 19 vjeç. Po ka ngjarje plot o Deliman, ka ngjarje E kanë plot. zbulu në një grop të madhe. A din ka e ati ai djali, se ma tregoj rastin, se i tregoj, se unë i tregoj gjithë kujt. Rastin që kam unë me tashi për momentin. Edhe më kushtojnë sinqerisht. Tha, mas 10 vjetëve e kanë qenë, tha, ka dalë një mis si bled. Edhe ka kujtu se janë bled ati, ai djali ka shku me bled lullet, bimedicinale. Edhe kur shkon atje, kur i në mena gjenë kufomën, 10 vjetë pa prish kufoma. Në i fshat Kukësi të ashtë i prit për... Kur tha, mas 10 vjetëve ka zbulu e ka vra rasmi. Pas 10 vjetëve, do me jo atje, ajo atje. Prandaj s'duhet një nak pa ila pa pila. Mund vjen keq për bukuri. Unë uroj të zbulohet dhe të zbardhet historia e Leonës. Odeta. Por të lutem, të kam pyetur disa herë. Privatisht me i thënë bukurisë. Mu përgjigj. Po, ta them sinqerisht para dimujve të kova në Kukës. Deliman. Ishte me një gru tjetër. Deliman, të lutem. Edhe desha me i thënë bukurie, me i thënë mos lutem, mos na lako mamër në bukurisë, s'kemi akile. Po mu më dhim se ajo e kërkoj vajzën, mos kërkoj. Shteti e ka në dorë. Shteti është, ne kemi besim të shteti. Është familje për bashkë më bëgë vëdeta. Ti e ka se ta në profesor Roba Qeps. Ai tjetër është inxhinier, ai tjetër polic, ai tjetër prokuror, gjithë kemi të ty name. Deliman, të lutem, të pyeta disa herë, çfarë i ka ndodhur Begzimisës në burg? Që ka kaluar në depresion. Begzimisa, mas ditëve, ka kalu në gjendje kome. Kur doli nga burgu? Është gjysën e kokës e ka pas është paralizuar dhe është orbitit. Do vete çfarë bën? Po çka kanë bërë këto deta? Por pse? O deta jemi jetojmë duke ditë si në planet jam. E kanë dhunuar në burg Deliman apo i kanë ndodhur diçka? Urdhra? E kanë dhunuar në burg. Çfarë i ka ndodhur në burg? Ka ardhur mirë mor të shtëpia, mas ditëve bën gjendje kome. Kupton, o det. Po edhe këto nuk e di çfarë bën shteti. Se kjo është aty çfarë da moral na kanë bërë më i det. Po pse çfarë dyshoni ju që i ka ndodhur diçka në burg që ai sa doli nga burgu pësoi këtë gjë? O deta tash mos luni rolin e kështu me fjalë. O deta ti duhet me ditë këto gjëra gazetare. Edhe gazetari. Nuk e di që në burg shqiptare bëhen këto gjëra. Unë po të pyes, ai pati O Deliman, tani më dëgjoj të lutem. Unë nuk e di që në burg shqiptare bëhen këto gjëra. Unë e di shumë mirë se familjen e Beramisës e kanë bërë gogol. Janë njës saktu nga vëdën gogol. Edhe të lutem vetë se ti mos i paraqiko, të lutem. Jo, më nuk paraqikoj askënd, mor. Unë jam një gazetare që kam kaq vite që bëj historinë e Blona Matës. Janë familje lartë, nuk janë si çdo dëshmi, çdo detaj që do ketë problem, onën unë do a jap në transmetim dhe kjo gjë është e kuptueshme. Deliman Hoxha vazhdon të këmbgulin në këtë live se nipi i tij ka probleme me shëndetin mendor dhe se në burg, kur ka vuajtur dënimin, i është bërë gjelbër. Por pse institucionet do t'i bëni një gjelbër Begzimisës ta dëmtonin atë mëndërisht, ndërkohë që kjo gjë nuk lejohet me ligj në Shqipëri? A është i vërtet sëmur Begzimisa, apo e mbron familja e tij, apo shëndeti i tij mendor mund të ketë vërtet lidhje me zhdukjen e Blona Matës, e cila u rrëmbye në 22 maj të vitit 2010 në malin Pikëllim. Unë shpresoj që të rinisin hetimet për dosjen, të hape dosja e Blona Matës, të rinisin hetimet dhe të zbulohet e vërteta se çfarë ndodhi me fatin e saj. Ndërkohë që Deliman Hoxhës vazhdoi dhe i kërkoi në këtë intervistë të më lërë një takim apo të më japë një numër telefoni të Begzimisës ku unë të flas në mënyrë private, por ai më refuzon. Madje tregon se 2 vëllezërit e tij nga mërzia kanë humbur jetën
dhe familja e tij është dëmtuar nga e gjithë kjo ngjarje e rëndë që ka lidhje me Beksimisën. Kështu që do hap dritaren dhe të vazhdojmë të ndjekim së bashku rrëfimin e Deliman Hoxhës. Unë të falenderoj që ti më more se je irrituar nga historia që është punon Beksimisa. Mu ma kanë marrë qiften, padrejtisht është diskriminim. Qiften, armën e gjatë ma kanë marrë. Unë kam qu letër avokat popullit, kam shur te AMP-ja e Tiranës, ti qojtë të gjitha unë, ti qojtë të gjitha. Nëse ke mundësi qoma një gazetar, lutem. Nëse edhe kam dokumenta që jo që bindi ja kupton. Deliman, dua të bëj një pyetje të fundit, Deliman. Mund të më vësh në dispozicion një numër kontakti për të folur unë me Beksimisën? Me Beksimin nuk kam sinqerisht se unë jam staku komplet se mu nuk kanë dëgju, se unë kam dash me marrë në studio të vi, por të tha motra nuk është gjendje. Po mirë, mund të flasësh me motrën tënde, të më vësh në dispozicion një numër, do flas vetëm unë personalisht me Beksimisën. Mund të më realizosh këtë gjë? Odeta, të betojmë në Zot. Nëse më dëgjon. Unë jo për Beksimin, unë jam i lindur ashtu. Unë nuk e di, ti nuk më njeh. Unë për një njerë, se unë kam kulturën të shkimi, jam rrit në një familje, pasi gjithkush e lavdron familje vetë, se baba e ka pas mësues. Unë jam djali më i vogël i Osman Hoxhës. 2 vllazëm kanë nga kjo mërzi. Njëri 59 vjeç i frak shkollë, në bor shkollë si bjen, ka qenë profesor. Tjetri profesor dhe ai vjet më ka vllai vetë se nga aq na bani. Ky Avnia është dhëndri im. Tani dëgjoj, Avnia ki dishmitare me pagesë, edhe është ky plak i fshatit e kanë emru, jo i zgjedhur, Odeta. Shikoj çfarë bën shtetin tim tani. Të lutem, Deliman. Lutem, Odeta janë të gjëra. Si familje keni përjetuar të gjitha akuzat që ka bërë nëna e Bleonës ndaj jush. E kuptoj qartë, edhe me 2 vdekjet që sapo më them. Brenda mundësive, mund të më vësh një numër kontakti të Beksimisës? Odeta, unë obi jam gjyqtar, unë kam obin gjyqtin, gjo. Po më them përgjigje, o Deliman. Kure sulmon të nushën, Luani, kure sulmon të nushën. Deliman, mos një krasime tani për Deliman. Edhe fillon e ushqet, unë nuk mundem të ushqet, Odeta. Se unë jam i diskriminu, Odeta. O, Deliman, për çfarë je diskriminuar? Qa fleta më qaq për ty. Po njëri nuk vjen vese nga bukën e vjetë gjumë, Odeta. Po për çfarë? Po qa do thonë, Odeta, ku jetoni për zonë, po qa pak duket familje... O Deliman, të lutem. Ka qenë mësues, unë kam punë me Zinelin, po Zinelin s'ma merë ti ke thonë që janë familje, Peramisës janë familje të degenerume. Jo, po nuk ka lidhje, nuk po thuhet familje të degenerume. I veti person që ka akuzuar në familjen tuaj është Beksimisa, nipi juaj. Dhe po të lutem dhe po të them, mundesh në ditët në vijim të më vësh një kontakt me Beksimisën, mundesh ta bësh këtë gjë? Unë nuk ka të as për vetë time, unë nuk të bile, unë është vese të lutem, mos në lakoni. Emrin e Beksimisës, nuk të lakoni unë. Janë lajmet, informacionet që dali, është nëna që akuzon. Urdhëron? Janë lajmet, informacionet që kanë dalë, është nëna që akuzon. Fake janë mërë, a merë vesh më fake. Ky, nëse i ka up djali Avni Ferati, a merë vesh, o, Odeta. Mos Unë dali Avni Ferati në një deklaratë të tërgoj të vërtetë që Beksimisa nuk pa ka rëmbyrë djali, sepse lajmet kështu i kanë qënë, Deliman, që Beksimisa rëmbeu një fëmijë, prandaj një dëshua që nuk ishte lidhje me zhdukjen e Bleonës. Odeta mos detyrohet të është Dhe këto janë lajmet, o Deliman. Tani unë nuk mund të shtemëroj lajmin, të lutem. Unë vetëm se s'kam vdek, Odeta, se gjitha i kam. Unë diskriminimin e kam. O, Deliman, të lutem. Ti e daje e Beksimisës. Jam distancu nga zhushtria, jam byllë vetëmi, unë ku të shkoj ma? Deliman. Vese vdek jam kam betë, letë vilet vrasin, letë vrasin. Jo, po nuk ka lidhje tani i vrasja, mos kalon e ekstrem. Deliman, a i që mua ma abito, Deliman. E mbylla, në 2013, në mars 2013, në gjohë dhe këtë edhe unë nuk flasma. Shkoj në Kukus, takoj me po këtë deklarat të japi takoj me shefin e SHKB-s. Po. Te
ish kinemaja Kuksi. Edhe vjen një oficer i policisë, edhe tu pi kafe, me atë i tregoj se nuk është begzimi, thash. Edhe ati sa më tha, gjumëve, tha, ne marim ak mas 99 vjetëve. A e kupton, është kauza e vllazërve të mi ka qenë se nuk e dia ke pa atë do vjen veror që njëri duhet vdesi, edhe kjo ka qenë në mars 2013, a la parë qeveria aktuale që është ashtim, qeveria, unë kam edhe punë me këtë qeverisë, unë atë kauzën e kam bështet, fa të bënë ndryshim. Deliman, do më është dhe mua të të fundit të them se kuptova që të them. Kërkoj drejtësi, Odeta është më legjitime. Po, të gjithë drejtësi kërkojnë. Ne marrim atë mas 99 vjetë. Të zvarrit e vërteta e Bruna Matës. Qëllimi nipin më kanë fund burg. Nuk e di sa më kupton. Inshallah i qizon këto edhe kemi zirë. Deliman, unë të kuptoj shumë mirë, po më bën habi diçka. Ti e daja i Begzimisës, e kuptoj që të dhëmë për nipin, po si ka mundësi? Ti Begzimisa ka motor, ka vlla, ka nën, ka baba, pse asnjëri nga ta nuk ka reaguar? Po kanë heshtur. Unë vajzën, djalin e Avni Feratit e kam njësoj si Begzimin. Unë të kishte bërë diçka Begzimi, unë e kisha ashtu me dorë të mija, më çaj do të thanë, më. Unë ka të zoj Begzimi, po mos di me deklarata që jam i sigurt 100%, po të flas hapur, na dali fëmijën nga shtëpia dhe nuk dim se çfarë bëjnë. Ka që sigurt nuk mund të jemi, nuk jemi për bruzën që veshin dhe përgjithshme më Odeta, është drejtësi e kapur, po. Shikoj çfarë bëhet, më, ai të pa çfarë bëhet, më Odeta. Po si më në shekon 21% do me ta kupinin të dera. Falë për shpreje. Po a janë të rrezik këto? Ku, cili planet janë këto? Kjo dhe më, kjo nuk... A e di se qa presioni kam në vetë vete, po nuk jetoj për bukë, mëj. Digniteti është tyra, nëse në pyet dikush, ato vdekje ose dignitet, ma mirë vdekje, dignitetin nuk, po jo më vdekje është e pasë më teta. Unë Deliman uroj dhe shpresoj që ti të më vësh një kontakt të Begzimisës. A i një dhe kurvis të kanë, kaq. Edhe letë kërkoj vazën e vetë, mu më dhimëset. A mundesh të më japësh një kontakt të motrës tënde për të folur me nënën e Begzimisës? Nuk mundem me kërkën, nuk përzi unë me kërkën ma. Unë jam për vetën time, të lutem nëse ka mundësi se ti e gazetarin civitive, nëse ke mundësi me më bë kontakt me ministrin e mërshëm. I bindur deri në fund të këtij lajvi, ky daj se nipi i tij nuk ka lidhje me zhdukjen e Bleona Matës si dhe me djalin 7 vjeçar në vitin 2013 që u rrëmbye dhe qëllimi ishte trafikimi drejt Kosovës. Deliman Hoxha më kërkoi të ketë takim me krerët e policisë dhe me ministrin e Brendshëm pasi ai pretendon se ka fakte dhe prova për zhdukjen e Bleona Matës dhe nuk kërkoi t'i ndante në këtë live. Unë uroj që kjo histori të zbardhet dhe nën bukuria të di dhe të mësoj se çfarë ndodhi me fatin e vajzës saj dhe urojmë që ajo të jetë gjallë dhe mos ka ndodhur asgjë e keqe me fatin e saj. Bukuria e di që isha live për minuta të tëra me Deliman Hoxhën dhe është duke më pritur, kështu që unë do hap dritaren, do eftoj zonjë Bukurie dhe padyshim për t'i treguar se çfarë tha Deliman Hoxha, daja i Begzimisës, kështu që e përshëndes zonjën Bukurie. Ai është prekur që vazhdojnë akoma akuzat për Begzimisën. Po mija nga shprekur e një fizhira, ka pa me si të vetë. Pse ka na prekur, ai për çfarë? Unë fola gjatë me Delimanin, ishte i prekur pikërisht për akuzat që janë ngritur ndaj Begzimit dhe më tregoi që Begzimi, që kur ka dalë nga burgu nga viti 2013, pas ka probleme të shëndetit mendor. Dhe nuk është ja. Ka pas që atëherë, për çfarë ti bëjmë ne? Nuk varet nga ne kjo. Jo, patjetër që kjo nuk varet nga ne, por kjo gjë mua më bën të dyshoj akoma më shumë gjëra. O dita për dirë se e ka pa i zhvjera, për dirë se e kanë gjitë me djalin e të zezvet aty të marrë peng të që për Kosovë, unë nuk di, unë kërkoj drejtsin time, unë kërkoj drejtën e vajzës time, kush dhe qofë që ka vonë dorë në fëmijë, do t'a paguaj e shtrenjtë. Edhe nuk ka është arsyeshme, Delimania ka shumë thjesht, shkuje në Zapot, i zhvjera është gjallë, Zenilja është gjallë dhe çarohet më tepër me detaje. Vira ka parë e ka njoftë.
Kështu që nuk e kam mend t'i frikem jo Deliman, pas kujt mbot. Po mbasi është duk vajza, Begzimi është futur në burg dhe t'jemi transparent se ti ki edhe dosin në polici, në çfarë datë është marrë djali me iniciale AF, do të thotë dhe është gjithmonë mas çështjes së Bleonës, nuk është para asnjëherë. Po pra, Bleona ka humbur 22 maj të vitit 2010, ai është futur në burg. Dikur ka dalë, po mbasi ka humbur Bleona, Begzimi është futur në burg. Jo para, mbas. Dhe pastaj dishuan ne si familje se vira në edhe avon informacionin, edhe dishoj i tërë fshati se kur tia ban këshiju deadirës për të lartin nuk kanë gjilë gjoma. Delimani Dhe shumë të lëtënarit mos i rrito, rri shumë i qetë, sepse ti thuj nuk ke nevojë të dash për një Pinokki le të dalë le të varduje, por nuk e kam unë ndërmend t'i bajmë mrasht, as Delimanit, as shpresës, as kush do qoftë. Unë kam dhimbjen time, edhe kam të drejtën të dishoj kudo. Bukurie, ai hodhi poshtë faktin që Begzimi Isa ka rrëmbyer djalin e vogël kushuririn e tij. Ai hodhi poshtë dhe tha, unë e them publikisht këtë gjë, të reagoj babaja ati fëmije, Begzimi Isa nuk ka rrëmbyer fëmijë. Nuk jemi ne këtu për të denoncuar dikan edhe ose për mos ta vlerësuar, e përse e bën i burgun, thuj, arsija, unë kur jam me pafajshën nuk kam në arsije të bëjmë burg, thuj përse e vuajti dënimin Begzimi, për çfarë që nuk pas ka pas fate, për çfarë e vuajti dënimin? Po pra, Për shkakte një vjeç i lidhur kam beduar, kaç mande mundet më marrë drejtësia. Nuk është çështje ime kjo. Unë kërkoj vajzën tënde, Bleona. Inshallah del e vërteta dhe ekziston kushdo të qoftë e Begzimit që ka vënë dorën e vladin tim, të kam thënë edhe fëmijët të ndjek nuk ma paguan që janë pafajshëm. Nuk durohet shumë. Ne e dim çfarë familje, çfarë sjellje ti kur i bën dëm të thash njeriu në bosh çka kanë gjetur për ne të tjerë. E kuptoj këtë pjesë, por që ajo që mua më tremb dhe më lë të dyshoj është që unë nuk dua të vë gisht mbi. Tash ja ndoshta ka filluar ti me të bën presion që Jo. mos ta përmeni Begzimin a diçka. Nëse ke frikë, ti mund të ndalosh atë, ajo është, domethënë privaci gjithkujt edhe nesër kam dëshirë që nuk dua të përmendet emrin dhe të them stop, se tash ne përkërkohet një dhimbje shumë e madhe, po na mungojnë fëmijët dhe këtu në këtë mes nuk kemi pse të shprehemi ne kush është Dilemani apo di me fol Dilemani, për mua unë jam një njeri që nuk më trembe qërpiki. Sepse gjithë ato janë fajtor ndaj mi, unë ndaj askujt, absolutisht. Se në këtë mes më mungon shpirti im, kokën ime, dashuria ime, askujt ti nuk i mungon. Ato herë Delimani le shkojnë zapot, vira është gjallë, edhe ti thosë, more zotri ha. Kjo qënë është dhumë mas 5 vajzave, atë ditë që kanë lëshuar baktin, faj nuk absolutisht, unë të kam thënë që vira e ka njohë dhe Begzimin, që në fillim të emisionit, tek Ajdashtina, tek policia dhe dhe tek tjetë gjithë mediat, vira e ka njohë mirë që është Begzimi që është dhumë pas 5 vajzave, por ajo e tregoj këtë të dhanë pas një muajve. Çfarë të them unë? Unë nuk i trembe mas kujt. Do më dëgjosh pak? Pak më parë më the, nëse do ta lësh të çështje lëre, ndoshta të bën presion Deliman Hoxha. Vërtet ma thuaj këtë gjë? Jo, a ndoshta të thotë që mos ma përmeni një pina, apo ndoshta të banoj presion ti edhe ti. Unë nuk ti mund të kesh atën të vërtetën tënde, por unë e kam... Unë do vazhdoj kërkimin për Blona Matën dhe nuk mund të më bëj dot presion as Deliman Hoxha, as kushdo tjetër. Pikrisht pra, që ne nuk duhet t'i ha presionet, se njeriu që është në faj e ka frikën. Tash ai djalë nuk është normal, nuk është fajon, se ka psu një traumë. Dalemi pak këtu, çfarë më tremb mua? Çfarë më tremb mua? Them, Zot më falë nëse më katoj dhe ngre gishtin mbi njerëz që nuk janë të pafajshëm, nuk dua ta bëj kurrë në jetën time. Por mua më tremb dhe më bën të dyshoj që një person sipas Dajës që futet në burg për një makinë dhe jo për gjëra që akuzoi bukuria apo lajmet që dolën, del nga burgu dhe menjëherë pëson probleme shëndetit mendor.
Ajo që unë dyshoj është ky person, çfarë ka kaluar që kaloi në depresion, kjo më tromb mua dhe më bën të dyshoj. Por gjithsesi ne do t'i vazhdojmë kërkimet, nuk do të mbaj gjatë, kështu që ne nuk do të dalemi Odeta, pavarësisht si ti je ti gjithmonë do t'i flasësh në emër të Bleonës, kush do qoftë, dhe unë nuk i bëj mrasht askuj edhe po ta di, një kaq se e zezasoni të vërtetën për Bleonën, unë jam ajo nën që nuk kam më punë me shtet, të kam thënë, vetëm ta di sepse ai fëmijë 6 vjeç dhe ne si familje askujt nuk i kemi bërë asgjë. Unë po tretem, po të kurem çdo ditë me këtë dhimbje, me këtë tmerr, me çfarë përjetoj unë me këtë traumë dhe unë kam tash i hall të dëgjoj Delimani e ka Zenirin, e ka gruan e Zenirit, le të vazhdoj. Kur të dyje përballje me mua, më ke gati Odeta, gati në çdo kohë. mirë, Çfarë don? do mbetemi në kontakt, të përshëndes bukuria. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që më ndoj që deri në fund të këtij live-i. Ju falenderoj dhe juve që më shkruani dhe më komentoni për historinë e Bleon Amatës, por dua të bëj edhe një thirrje për të gjithë banorët e fshatit Zapot, për 5 vajzat që kanë qenë të pranishme në momentin që u zhduk Bleon Amata, për gjithë familjarët e Begzimisës, kushdo që mund të di diçka për historinë e zhdukjes dhe rrëmbimit të Bleon Amatës, qoftë anonim, të lidhet me mua dhe unë e përsëris numrin tim 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Uroj që historia e Bleon Amatës të ketë një fund, çfarë do lloj fundi të jetë, ajo nën duhet të di të vërtetën se çfarë ndodhi me të bien e saj 6 vjeçare majin e vitit 2010 në majën atij mali. Mirë, ju falenderoj dhe juve, dhe ju nëse keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këtë histori njerëzore. Faleminderit miq dhe ritakohemi nesër.